Vizitës së tij në Maqedoninë e Veriut, presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj u prit sot në Tetov nga kryetari i kësaj komune, Bilal Kasami. Ai vlerësoi se kjo vizitë është një moment i veçantë për forcimin e bashkëpunimit dhe lidhjeve vllazërore mes shqiptarëve në rajon. Kjo vizitë shënon jo vetëm një takim institucional, por edhe një shprehje të gjallë të lidhjes së fuqishme që ekziston mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe adheu të tyre Shqipërisë. Tetova është një qendër e rëndësishme kulturore, arsimore dhe ekonomike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Bashkë me Kasamin, presidenti shqiptar vizitoi shkollën Liria në Tetov, ku para të pranishmeve tha se të gjithë duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditën dhe elementet e tjerë identitare dhe ti promovosh këto vlera ndër breza e ndër vise është kauza jonë e përbashkët, kauza që na mban gjallë. Bega mbajti një fjalim edhe para studentëve të Universitetit të Tetovës. Presidenti shqiptar ditë më parë në Shkup u prit në një takim edhe nga homologja e tij maqedonase Gordana Siljanovska, me të cilën vlerësoi përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike në Maqedoninë e Veriut. Ne besojmë se përfaqësimi i drejtë dhe dinjitos dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet shtetërore, zbatimi i plot i ligjit të gjuhës me përdorimin e gjuhës shqipe, i cili ka lidhje me identitetin kombëtar shqiptar, dhe ruajtja e funksionimi i mekanizmave të barazisë nuk janë vetëm thjesht çështje teknike. Ato janë element thelbësor për kohezionin social, për stabilitetin institucional. Gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut, presidenti i Shqipërisë zhvilloi bisedime të ndara edhe me liderët shtetëror dhe politik të këtij vendi.